Katerina është gati për 3 receta super të shishme sot. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes e dashur. Se mua mi tregove, kështu që. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Amrisa. Ju uroj si gjithmonë një ditë bukur dhe ju ftoj këtu te këndi Joni Gatimit për treguar receta që do përcjellim për juve sot dhe çfarë do të bëjmë për juve sot. Ne do të përgatisim mish me bamje, që mund ta bëni me mish pule, me mish qëngji, me mish viçi. Por unë e kam përzgjedhur me pak mish viçi, që do të thotë 500 gram, domethënë është mjaftueshëm. Bamjet janë, si thua, një lloj perime që përgatitet edhe pa mish, vetëm me domate me qef, domethënë bëhet një gatim shumë i shijshëm. Por sigurisht kushtojmë dhe pak mish, e bëjmë edhe më të plot, pra marrim proteinën e mishit përveç vlerave të tjera që përmban bamja dhe dim shumë mirë që është një nga ushqimet shumë i shëndetshëm. Gjithashtu, përveç se recetës, dhe është një sekret mënyrën se si bëhen bamjet që mos të vështirësohen në momentin që i konsumojmë. Dhe këtë do ta mësoni sot nga unë. Një gatim tjetër do të bëjmë me mix lakra, që do të kemi labot, hithra, pazi, spinaq, pra mix, them nga të gjitha, çfarë mund të ndodhet juve, domethënë ç'mund të gjeni, të cilat këto do t'i bëjmë me qep të njoma, hudhra të njoma, kopër majdanoz, domate të prera në kubik të vegjël, djathë të bardhë, vaj, krip, piper. Pra këto janë përbërësit. Duhet shoh diçka atje. Ja tulim pak temperaturën. Okej. Gatimet gjithmonë nisim pak më herët. E vëm mishin përpara, edhe ja le ta hedhim edhe qepën. Okej. Pra ke nisur me bamjet? Të nisim me bamjet, edhe themi për e lëm si kështu, domethënë surprizë recetën e radhës, do ta tregojmë pak më mbrapa, pasi shikoni, mishin e viçit e kam prerë në copëza të vogla, domethënë në kubik të vegjël, që të na bëhen shpejt, nuk ka nevojë që të kursem edhe kohë, por sigurisht që bëhet shumë i shijshëm edhe mënyra se si unë do t'ua tregoj. Dhe them gjithmonë që unë gjithmonë kur filloj dhe ka vërdis mishin, gjithmonë nuk shtoj krip tek mishi. Duhet ta dini këtë dhe ua them dhe është më së saktë mënyra se si unë ua them. Ua kam thënë gjithmonë, sepse nëse shtoni krip në momentin që bëni kavërdisjen, mishi thahet, nxjerr lëngje dhe thahet në brendësi, dhe ne këtë nuk e duam. Prandaj bëni kujdes në mënyrën se si filloni gatimin për pjesën e mishit. Më mbrapa pastaj, pasi e shikoni që mishi është kavërdisur, do të shtojmë me njëherë qepën dhe tani është momenti që do të shtohet krip edhe piper, sepse qepa do që të zbutet, të nxjerr lëngjet, është tjetër, është e kundërta e mishit. Kështu që tani hidhet edhe kripa, sepse mishi në momentin që ka bërë atë, si thuash, koren sipërfaqësore, nuk ka problem më, fillon të zihet, por nuk nxjerr lëngjet, i mban lëngjet në brendësi dhe ngelet i butë. Hedhim gjysmën e sasisë së kripës tek pjesa e qepës. Do të hedhim edhe piper. Do t'i lëmë që të na ka vërdisin, të zbutet qepa. Dhe më mbrapa këtu do shtojmë edhe domatet. Pra kemi domatet të cilat ose i prisnin i bënin në grinin e rende, ose i prisnin në kubik shumë të vegjël që të zbuten brenda tek salca që ne do të përgatisim. Kështu që këtë e përzidhni ju. Unë nuk përdor salcë. Atë do ja pyesja, vetëm me domate, tani që është verë. Vetëm me domate, sepse është verë dhe shiko, bamjet vetë nga natyra si perime janë të lehta. Dhe salca sikur i rëndon. Nuk dua domethënë që të përdor salcë, thjesht vetëm atë domate. Gjithashtu kemi dhe fetza domate, të cilat do t'ju tregoj se si do të bëhet mënyra e përgatitjes së bamjeve, por kjo do të jetë pak më vonë. Në tenxhere apo do e kalojmë në tavë bamjet? Shiko, tani unë do të kam një tenxhere që është enkas, domethënë është e gjerë dhe do t'i vendos ashtu në radhë, por sigurisht tu përgatitet salsa dhe pastaj vendoset. Do ju tregoj avisave mënyrën dhe tregoj dhe mënyrën se si bëhet edhe prerja, domethënë. Shikoni se si kemi këtu. Ja, që do të thotë bëhet në këtë mënyrë. Dhe ky është, si thuaç, gjëja kryesore që duhet në këtë mënyrë. Krijohet një kon aty që të mos dali pjesa e brendshme e bamjeve. Ajo është rëshira e bamjes, ajo është që vështirësohet domethënë njerëzit që e konsumojnë. Dhe tjetra, që të ruaj formën e duhur bamjes, do ju tregoj mënyrën se si bëhet. Atëre kam lënë 3 unë këtu për të treguar që mos t'i gatroj me të tjera. Këto lloj bamje nuk është se kanë shumë të rëndësishme, domethënë për të vendosur në ujë me uthull, ndërsa ato bamjet e tjera që janë me push, patjetër që duhet vendosur në uthull, madje t'i lëmë, domethënë pasi i lajmë dhe shplajmë, t'i lëmë edhe në, si thua, në rrezet e diellit që t'i
të pushin që e kanë, ta zbusi akoma edhe më shumë. Po uthulla është ajo që ndikon, domethënë, për të bërë atë larjen sipërfaqësore të bamjes, sepse ai pushi mbledh edhe, si thua, gjërat të papastra, kështu që mënyra se si edhe për higienë edhe për të qenë më lehtësisht e konsumueshme. Dhe tjetra duhet të them, në uthull do t'i vendosni para se të bëni këtë veprim. Pasi pastroni mirë, pastaj filloni dhe i bëni këtë, që mos të se ndodh ndonjëherë që kështu dhe hyn në bërton brenda, po. Tani ç'do bëjmë? Do nisim me tjetrën e radhës. Jo, nuk do të nis tani unë këtu, do të vazhdoj për punën e bamjes, se do hedhë domatesh atje, dhe por duhet t'u them ambisave që ne do të përgatisim dhe një bukë. Një bukë të cilën shikoni se si e bëjmë. E fillojmë me përgatisim brumin që në darkë, domethënë një përzierje, jo e ngjeshim, thjesht i përziejmë ato masat që kemi për bukë. Unë kam përzgjedhur miell të bardhë dhe miell integral, domethënë 2 lloj mielrash, i përzier duke hedhur sheqer, maja, krip dhe vaj, një përzier dhe ujë, sigurisht të vakët, i përzier dhe e lë atë, domethënë, tek ena në frigorifer të mbuluar me një membran kuzhine. Gjithë natën? Gjithë natën në frigorifer dhe nuk pëson asnjë gjë. Përkundrazi, ja është ky. Pra, ndryshe nga bukët e tjera që ne bëjmë, që zgjedhim vende me ambient të ngrohtë që brumi të vi, në këtë rast frigoriferi nuk na prish punë. Jo, nuk na prish, e shikoni, domethënë unë e kam zënë që mbrëm në darkë dhe kam lënë për gjithë natën në frigorifer. Shikoni, domethënë, dhe ka edhe këtë errësirën sepse është, siç ju thashë, ka miell integral dhe miell për çdo përdorim. Pra, në një masë, domethënë, të barabartë. Ju mund ta bëni edhe më tepër integral dhe më pak një dorë miell të bardhë, nëse doni, domethënë, që të keni më tepër miell integral. Tani do të hedh domatet këtu. Kalojmë edhe një herë te bamjet, shtojmë domatet dhe shohim recetën e plot në ekran të gjellës me bamje që Kati na ka nisur ditën sot, dhe kjo është alternativa jone drekës, që pse jo, të mos jetë edhe e juaja, meqense është një recet e Stinës. Mish viçi me bamje. Ja, një moment, Kati, me që doli receta, ta shohim së bashku në ekran, janë këto përbërësit, pra 500 gram mish viçi, 1 kilogram bamje, 2 qep, 5 domate, 5 lugë vaj, 2 lugë uthull, krip piper, 1 gjethe dafine dhe majdanoz. E thjesht në përgatitje, shpjegimet e nevojshme Kati na i dha. Do të bëjmë lakra të skuqura me domate dhe djathë sot, recet që Kati na i la surprizë, por përbërësit po i zbulojmë tani, më mënyrën se si do të gatuajmë, të ta shohim pastaj. 1 kilogram mix lakrash, 5 qep, hudhra të njoma, 3 domate, 150 gram djath, vaj, krip, piper dhe vez, kjo sipas dëshirës. Dhe bukën që nxorëm nga frigoriferi, pra brumin, e kemi bërë me këto përbërës. Është një bukë e shpejt pa ngjeshje dhe do 500 kg miell, 400 ml ujë të vakët, 1 lugë maja, 1 lugë sheqer, 1 lugë krip, 2 lugë vaj. Tani, në rast se përdorim 500 gram miell dhe duam ta bëjmë të përzier, pra me miellin e grurit dhe miellin e thekrës, mund ta ndajmë 250 me 250 apo jo. E rëndësishme është të zgjidhni olën. Kati na i ka lënë këtu veç mas pikërisht për të na treguar se këtë brumin që ka ardhur në frigorifer me çfarë miks mielli e kemi bërë, pra 500 në total, 250 nga paketimi blu, 250 nga mielli integral. Po keni edhe miellin e thekrës, që është po aq interesant në realizimin e bukëve dhe dalin shumë të shijshme. Keni edhe variante të tjera të miellit nga kompania Atlas në logon e Olës, që ju vinë në ndihmë. Një ndër recetat që kishim pak më tej, kishte edhe vezën brenda, sigurisht alternative për receta e jeshillojqeve, e cila mbetet në dëshirën tuaj nëse doni t'ja shtoni apo jo. E rëndësishme është që unë kam për t'ju përmendur se cila është veza që ne përdorim këtu në studio dhe ju në shtëpi. Është veza O Vital, cilësi në 4 stin, e gjeni në formate prej 8 kokrash apo 15 të tilla, në varësi të konsumit tuaj ditor apo javor në familje. Veza e bardhë dhe veza e kuqe, cilësia në secilën prej kokrave është maksimale. E në fund fare një falenderim edhe një alternativë e shijshme dhe e shëndetshme për të nisur ditën tuaj apo për ta mbyllur atë, janë salcicet Vudi nga Aja, sepse ku ka Aja, ka gëzim.
Këtë bukën sot mund ta ha me salçiçe. Po, ku ka gëzim, ka dhe gatim. Po. Kështu që... Kemi thënë, ushqimi është një ndër kënaqësitë më të mëdha të jetës. Po, handej vjen si thua kënaqësia e njeriu kur shikon, domethënë, në rast të parë të tërheq ajo vëmendja e mënyrës, domethënë, të ndërtimit të pjatës. Pastaj aroma dhe pastaj kur e shijojmë. Atëherë të dashura vista siç e shikoni, kam shtuar dhe gjethen e dafinës përveç se domates dhe tani është momenti që do të shtojmë ujin dhe ujë do shtojmë në mas të bamjeve, jo shumë ujë, domethënë më falni të mishit, se thash gjithmonë ujë të ngrohtë. Dhe tani që të na ngelet me këto lëngjet që neve hodhëm, duhet që me patjetër të ulim temperaturën dhe të kemi në një temperaturë të ullët në mesatare, ato që them gjithmonë, që të bëhet gati, do me thënë nuk li, në një 20 minuta, sepse si që pat edhe mishin ne kishim në copëzat të vogla, pastaj do të bëhet ajo përgatitja për pjesën e bamjes. Të duam. Bamjet i skuqti Katerin, jo? Do t'i bëj, edhe kështu mund të bëjnë, por do t'i bëj një kavërdisje të lekë, do me thënë një zbutje, pastaj do të shtroj domatet në fund, do të bamjet do të salçën, do të tregojmë mënyrë. Tani, po që se kemi kohën të mjaftueshme tani, si ne ta përfundojmë, do të fillojmë që ta... Mendoj se me bukën arrim të bëjmë diçka, ora është 9:09 minuta. Atëherë Anila të them se duke qenë se brumin tani në brumin e kemi gati. Në 5 minuta gati ne e kryejmë apo jo? Po, besoj se po. Me qënë se jemi këtu, po e kujtoj pak edhe paketimin që Mielli Ola vjen në këtë formatin e ri që ka goxha kohë në treg në fakt dhe që na ofron një siguri më të lartë në ruajtjen e miellit në raftet tona të kuzhinës, sepse është i tillë, ndërkohë që me ndihmën e ngjitëses ju mund ta mbyllni përsëri dhe ta lini të sigurt në raftet e kuzhinës, që të mos të depërtoj drita, insekte të ndryshme, etj. Atëherë, mund të marrë pak. Ta marrësh, po. Hami Kati, që për mendon? Një pikturë. Me miell. Që do të thotë, e marrim të tani brumin dhe e kthejmë. Kati të teta, mos e kemi shumë, më falë, se po të shpërqëndroj nga una. Mire bëre që e the, baj qik se është pak e rëndë kjo. Të duhet më tasë? Jo. Hapim pjesën e brumit të ardhur tek mielli, në këtë mënyrë. Tani këtë lloj buke mund ta bëni akoma edhe me djath brenda, mund ta mbushi me djath të bardhë, djath kaçkavall, çfarë t'ju pëlqej juve. Mendova ta bëja me këtë. Kam këtë, si thuash, një lloj, po e bëra me dorë. Një lloj mjeti. Këtë aksesore, për brumë është kjo? Ky. Okej, me duar, Kati, me duar. Që të dalin të shkëlqyera bukët. Kështu që. Okej. Si buk fshati. Po pra. Do ta bësh kështu rumullaki, jo? Jo, do i bëm buk të vogla për sanduiçe. Si the ti, nuk the që do kemi atë. Thash. Atë salçiçet. Salçiçet. Do ta bëjmë për salçiçe. Kemi 2 minuta kohë. Ja i mbaruam. Jo, s'ka gjë, mos u nguti, se ne do kthehemi prap. Thjesht nëse kemi merak ti fusësh në furrë, që të jenë të pjekura deri në pjesën e dytë. 25 minuta dua. Si Kati? 25 minuta duhen. 25 minuta. Ja kështu. E marrim. Dhe vendosim kështu në radhë. Okej. Me gjithë mielin. Ashtu siç është, po. Sa të mira do dalin këto... Shumë të mira. Edhe?
I bëjmë një prerje të mirë, do me thënë me pjesën e thikës. I vendosim pastaj në furrë. Tani këto nuk i lëm të qëndrojnë më. Nuk ka nevojë. Si që bëjmë kur kemi bukën. Ja ta bëjmë kështu këtë. Që e lëm të vinë në temperaturë. Kjo është një lloj tjetër, do me thënë krejtësisht. Është një bukë e thjeshtë, e shpejt, dhe të regoj dhe mënyrën se si përgatitet edhe pjesa e brumit. Pa, do kemi kopë se në pjesën e që është diçka që... Tani. Thikën dhe... Se duhet një preri, më falë. Ta themi edhe pjekjen, sepse ne do të largohemi për pak, kështu që të themi edhe temperaturën e pjekjes ashtë. Do të lëm në 200-210 gradë, varet nga lloji furrave, dhe do të lëm për 25 minuta. Okej. Kështu që ne largohemi tani, vendosim bukët në furrë, presim edhe bamjet të marrin atë zjerjen, salcën me domate edhe me mish, kur të kthehemi do vazhdojmë me gjellën e bamjeve edhe me tjetrën me jeshillë, që të lumshin duart. Faleminderit. Është një bukë tjetër karakteristike dhe shumë e mirë dhe shumë e shijshme. Kemi goxha punë kur të kthehemi, kështu që shkëputemi pak. Kemi publicitet, fleshin informativ të orës 9:30, vim në studion në pjesën e dytë pas pak për të mbaruar të treja recistat që kemi nisur e prezantuar tek ju që në hyrje. Vim më vonë. Jemi live në Villa 24 me 3 receta të mrekullueshme për të sjellë tek ju, të cilat i kemi prezantuar që në fillim. Kemi parë recetat, kemi nisur nga puna me 2 prej tyre dhe është Kati ajo që do na bëjë një përmbledhje të shkurtër. Çfarë kemi bërë dhe si do t'i vazhdojmë më tej? Atëherë të dashuram. Jo, s'ka që vazhdo. Mora fjalën pa të për. Nuk ka gjë. Atëherë të dashuram, disa neve sot thamë që do përgatisim bamje të cilat do t'i bëjmë me mish viçi. Sigurisht që bëhet me pulë, me mish qëngji, por neve preferuam që ta bëjmë me mish viçi. Dhe çfarë kemi bërë për momentin? Fillimisht kemi filluar me kavërdisjen e mishit, pa krip e theksoj këtë. Pasi kemi kavërdisur nga të gjitha anët, kemi shtuar qepën, më mbrapa domaten, i kavërdisëm mirë dhe siç e shikoni tani jemi në momentin duke shtuar edhe pak ujë, shikoni si është lidhur edhe salca, ujë në masë dhe duam thamë që ta lëm në temperaturë të ulët në mesatare që të na zihet të gjysmë zjerë mishi, sepse siç e shikoni këtu kemi edhe bamjet, të cilat bamjet mënyrën se si duhet prerë kjo pjesa konike këtu, neve e treguam, do të thënë që të jetë në formë të tillë. E treguam pak më përpara mënyrën se si duhet t'i bëjmë. Tani unë i kam vendosur këtu në një tigan të thellë që këtu do filloj dhe do ta përfundoj recetën, duke i bërë një zbutje të lehtë, jo kavërdisje, jo në vaj, nuk ka nevojë që të skuqen bamjet dhe pastaj të hedhim mishin. Mos e bëni këtë se e prishni gjithë shijen e bamjes. Mund të keni shije si më tepër që mendoni ju shijohen, ose mendoni ju se nuk prishen bamjet dhe prandaj e bëni këtë skuqjen, po mos e bëni sepse bamja prishet ashtu në mënyrën që juve e skuqni. Thjesht një zbutje ashtu si e bëra unë. Një zbutje të lehtë. Shikoni tani që ta heq. Do ta kaloj këtu se dua t'i rreshtoj bamjet. I japim një çik përkushtim neve gjellës, nuk e bëjmë ashtu, e marrim edhe e bëjmë që themi që kemi gatuar. Në fund fare vendosim këto domatet. Dhe mbi tomatet do të rreshtojmë bamjet. Do një çik përkushtim, më falni, këto nga brenda. Nga jashtë do të vihet pjesa e plot. Kjo e bën bamjen që ta mbaj të ruaj formën dhe mos prishen gjatë përpunimit të nxehtë. Bamja është goxha delikate, do kujdes, nuk do përzierje gjatë gatimit, ndryshe do të çojmë dëm të gjithë punën që bëm, që nga pastrimi një nga një. Nuk duan shumë lëngje. Po. Është shumë e rëndësishme edhe kjo që mos të ketë shumë lëng gjella. Do pak durim, por bëni një gatim shumë të mirë. Gjatë kohës që ti rreshton bamjet, të përfitoj pak nga koha, Kati, që më vonë mos të ndërpres, për të rikthyer në ekran recetat. Bukët po bëhen fantastike. Pas pak do të nxjerrim nga furra. Janë bërë aq të mira, saq që nuk ka ku të shkoj, sepse sot kemi përgatitur bukë, bamje dhe kemi edhe një recetë të tretë.
Të treja do të shohim tani një nga një në ekran. Ju japim kohë edhe një herë të prezentoheni me përbërësit dhe me recetat. Një shvici me bamje, 500 gram një shvici, gram bamje, 2 qep, 5 domate, 5 lug vaj, 2 lug usull, krip piper, një gjethe dafine, majdanoz. Ka ti ke nevojë të shohim besoj? Po. Pasi kemi bërë reshtin e parë, si që e pat nuk kam hedhur mish, po kam hedhur vetëm salsën. Po. Shiko tani, vendosim dhe reshtin e dytë, mund t'i lexosh tani. Nila sa të vendosum. Jo, s'ka gjë, ta shohim edhe pakës fare, se kjo është kjo është e veçantë në fakt. Se gjellë me bamje të gjithë bëjnë, por ja, unë për shumë këtë mënyrë nuk e kisha parë, të jemi sinqert. Që janë në këtë mënyrë, do me thënë i rreshtojmë të gjitha rreth e rrotu dhe pjesën e mishit do ta hedhim në qendër. Aha, dhe pastaj do ta lëmë në temperaturë besoj të ngacant. Po, e mbulojmë me një pjatë. Shumë lezetshme. Edhe e lëmë ashtu që të Dhe nga ekrani i ka hapur oreksin njerëzve tani, me sigurt. Ka një shije dhe një aromë të mirë, tani që aromë se shijen se kemi provuar xhanëm, po aromën e ka shumë të mirë. Tani vazhdojmë të hedhim edhe salsën tjetër. Pra salsën e hedhim mbi bamje, mishin në qendër. Në qendër të tiganit, po. Dhe bëhen bamje që asë prishen, asë nxjerrin atë rëshirën nga brenda dhe çfarë të hani, do me thonë, tani kjo do të ullet temperatura. Ja, muli qesh, sepse e di që do i pëlqej. Nga që thash çfarë të hani, Po tani e vërtet është. Ja, tani hedhim këto mishin këtu në qendër. Si një lule dielli me e ke bërë kati. Gjethen e dafinës nuk e hedhim më tani brenda. E largojmë, me ka lëshuar tashmë aromën. Po, e rëndom tani po ta lëm dhe më tepër. Ja. Tani do vëni pjatë, unë se kam problem mënyrën se si rreshtova, ajo që duhet, me pa tjetër, duhet do me thënë që të ulim temperaturën. Juve që jeni fillestare mund të vendosni dhe një pjatë, që të mbaj dhe avojt brenda dhe të ashtu mirë, por ne kemi këtë tenxhere që kjo ka një mbyllje hermetike, që thjesht ka një vrimës këtu, na e mbyll hermetike. Shikoni si tenxhere presioni dhe nuk ka nevojë që të ashtu thjesht, thash që tek dyshi, ka mundësi, në temperaturë të ullet, ne tani ka marrë një çik, po do ullet ajo se tani ula unë te dyshi, edhe do bëhet avash dhe do ngelet me lëngjet e veta, me salcën e vet, që mos të harxohet salca dhe të na thahet, është ai sekreti i kuzhinës, që duhet temperaturë e ulët me patjetër. Dhe do të keni një gjellë që do të lëpini thonjt, që ta gjeni, do me thënë me çap, me bukë që ne vetë do të bëni. Me bukën me mjell integral që kemi bërë vetë, të cilën do ta nxjerrim pas pak nga furrave, kemi bërë me këto përbërës. Ose mund t'i shohim dhe të dyja recetat e tjera, si ta kemi përmbar, të dyja do të fokusohemi tani, buke shpejt pa ngjeshje dhe nxjerrim pas pak nga furra me këto përbërës. Pra 500 gram miell, 400 ml ujë të vakët, 1 lug maja, 1 lug sheqer, 1 lug krip, 2 lug vaj. Shumë e thjesht, përzirë të gjitha bashkë në mbrëmje, gjithë natën në frigorifer, mbuluar me një qese kuzhine, të nesërme, një punim të thjesht me miell, ndarë në copoza, vendosur në furrë, pas pak do t'i nxjerrim nga furra. Çfarë do të nisim tani të përgatisim janë lakra të skuqura me domate dhe djath. Për këtë recet na duhen 1 kg mix lakrash, 5 qep, hudhra të njoma, 3 domate, 150 gram djath, vaj, krip, piper, vezë sipas dëshirës. Po, atëherë Anila do bëjmë një gjë neve, do heqim atë tenxherën, do ta vendosim këtu dhe do filloj ta bëj këtu, ta kemi më kollaj këtu për anvisa të tregojmë recetën e radhës. Ja, heqim e lëm siç është. Edhe drejt përfundimit, do me thënë në momentin që është drejt përfundimit, që nëse do ta lëni tek dyshi, mund të harxoj do me thënë kohë edhe 40 minuta. Ky si gatim mund të shkojë edhe 1 orë, 1 orë e 20, thot Katerina, po kaq shumë do lëm neve atë sobën që të rim të merremi me gjellë. Nëse duam të bëjmë një gjellë për merak, duam edhe kohën e dur, duam edhe atë si thua temperaturën e dur të sobës, për të shijuar diçka që ta ham dhe të
kënaqemi. Okej. Mirë, ne këtu kemi sjellë edhe receta që bëhen në 10 minuta, edhe receta që shpejta, duan më por shumë këto duan kohë. Po, domethënë në ditët që keni më shumë mundësi të qëndroni në kuzhinë, bëni një recetë që do pak më shumë Të dielave për shumë. Po, kur jemi me ngutë edhe nuk kemi mundësi, kemi edhe receta të tjera. Për shembull, kjo është një recetë e thjeshtë. Kjo është e thjeshtë, e shpejtë, e shijshme, e shëndetshme. Ka më mirë se lakrat. Kemi të gjitha brenda. Kemi djathin që na e zëndson, nëse duam domethënë ta bëjmë akoma dhe më të plot, shtojmë nga një kokër vezë për secili. Pra është një drek kjo, nuk është thjesht një, si thua, lakër vetëm. Është për të kaluar vaktin e drekës. Kështu që fillojmë nga puna me qepët, vaj. Kështu që të bëjmë lakra të ziera gjithmonë, mund t'i bëjmë edhe kështu. Tham, do hedh gjysmën e sasisë së vajit unë tani në fillim fare, dhe gjysmën do ta hedh në momentin e fundit. Nëse keni vaj ulliri, nëse s'keni vaj, domethënë nuk gatuani me vaj ulliri, gjysmën e vaj, domethënë të zakonshëm e hidhni fillim që të bëhet kjo kavardisja dhe këto, edhe pak vaj ulliri në fund fare për ta shijuar dhe për të marrë vlerat ushqimore të vajit të ullirit. Tani, çfarë bëhet më njëherë? Qepët e njoma dhe hudrat, këto sipër janë hudrat njoma. Kanë tjetër ngjyrë hudrat, janë më si në bezh. Po. Nëse ju ndodhen, mund të hedhni, nëse pastaj 1-2 telpinj hudër, mos hidhni më tepër, nuk ka nevojë. Kur janë të njoma, edhe atëherë 1-2-3 të njoma. I zbutim pak, dhe këtu fillojmë me njëherë duke shtuar kripën, e ka shumë nevojshme, domethënë qepa fillimisht që të zbutet, do krip. Nuk ka problem që të shtoj edhe erzat. Mund t'ja shtem tani, Po, se qep të njoma janë. Kopër majdanoz. Nëse keni ju pak më shumë, shtoni, se miru bën, dëm su bën. Okej. Pasi të na zbuten pak, do të shtojmë lakrat në mënyrë graduale. Nuk i shtojmë lakrat dhe i mbulojmë me kapak, u kam thënë gjithmonë këtë, unë nuk i dua lakrat më ngelen kështu jeshile. Prandaj mos e vendosni kapakun, kapaku ka si rezultat që ti nxi lakrat në momenti që ju e vendosni. Ndoshta zbuten më shpejt, ju doni të përfitoni kohën, por nuk e ka, domethënë, nuk i mban ato vlerat ushqimore siç do t'i ketë nëse do t'i lëni kështu dhe t'i shtoni në mënyrë graduale avash avash. I kalojmë domethënë që të na zbuten. Anila, si është buka? Ka nevojë Shumë e mirë është. Të qëndroj akoma si duket? Ndoshta mund ta ulim pak për të kunduar e pjekur është. Një 5 minutësh akoma. Ta lëmë kështu në temperaturë të lartë. Shikoj një herë Ja vetë. të shikoj një. Jo, more, syri jot zgënjen, po ule. Ta ulim, okej. Ule lëre tek 50, si e bjen? Okej. Të fundit fare, Po, domethënë. në fund e çova. Si themi neve? Aq të mira janë bërë. Thuaj, si thuen të kullojnë. Kullojnë, po. Se do Unë e kam thuar termat e tua. po unë do t'i thoja të honepsi. Po. Kështu që të mire kemi temperaturën, atëre ja po vi këto avash avash që ti çojmë këto në mënyrë graduale dhe ajo që ngelem në fund fare sa të hedhin këto do të fillojmë të bëjmë bukën, shumë e thjeshtë për të bërë bukën. Na del koha për gjitha thua, 10 minuta kohë kemi, 10 minuta. Kemi. Apo i bëjmë paralelisht. Kemi kohë patjetër që do kemi. Megjithëse, siç tham në fillim, me që lava buka duart bëhet tani. shpejt. Po. Të hedhim një pjesë të lakrave. Sa të zbuten këto tani. Pastaj shtojmë dorën tjetër. Shtojmë dorën tjetër, domatet, djathin, pastaj nuk duan shumë kohë ato. Sa që të na bëhen neve këto gati, fillojmë domethënë të hap mielin, dhe të tregoj edhe këtu mënyrën se si bëhet buka, se është shumë e thjeshtë që të arrijmë edhe kohën e dur. Pra, për të përgatitur bukën, unë siç e shikoni këtu, këtu kemi temperaturën Nila. Po. Në fakt ai ishte Në rregull. sigur do pak sa të marri. Që do të thotë, unë nuk jam e asaj gjëje që hedh majan, hedh ujin e vakët dhe këto sheqerin dhe përzierë dhe lë që të vi majaja dhe pastaj të shtoj mielin. Unë e bëj në mënyrën time dhe them se bukën më dalin të mira. Shumë të mira të dalin. Nuk e di se si, por ja, hedh mielin, edhe ç'është e vërteta tani edhe me sy, faktikisht se kaq herë që ashtu e di masën se sa është për të përgatitur. Unë juve po kam vendosur aty masa si do t'i bëni. Çfarë miell kemi tani këtu? Ai është i thekërës. I thekërës. Mund të shtojmë dhe të thekër si të duash, por do ta bëjmë me këtë integralin. E bëjmë siç kemi bërë bukët. Siç kemi bërë bukët në furn. Edhe kam menduar të hedh pak më tepër integral. Nëse doni ta bëni vetëm me integral,
sigurisht që mundet ta bëni, por shtoni dhe një dorë nga mielli i zakonshëm, sepse e lidh më mirë bukën. Jep edhe lidh, po jep edhe një çik shije më tepër. Ja kuptoj. Ti edhe pak. Në rregull. I me ngri me ullim këtu si pas. Po. Tani, këtu kam majan. Pra, masi majan, juve thash në shtëpi, si që kemi këtu, hedhi majan. Pas majas do të hedhim sheqeri. Hedhim sheqerin. Pasi shtojmë këto dy përbërësit, e përzijem. Nuk hedhim e njerë kripën mbi këtë, por e hedhim dhe kripën tani, se nuk është problem. E rëndësishme është që uji duhet jetë i vakët, jo i të djegi. Kaq kripë është mjaftueshëm. Ta shtoj pjesën tjetër të lakrave këti? Po, Anila, faleminderit, Anila. Të lutem. Tani shtojmë ujin. Uji, tu tani brumi do bëhet një brum pak më i butë se brumi i zakonshëm i bukës. Nuk bëhet një brum i fort, me thënë ashtu si buka e zakonshme, bëhet një brum i butë. Pak më i fort se brumi i kekut. Edhe thjesht një përzierje kështu do bëhet, dhe nuk e ngjeshim, po thjesht e përzijem mirë që të trazohet mielli. Ja, të mos ngelet miell, të jetë i trazuar. Ja. Ky është brumi. Nuk i shtoj më ujë, as ujë edhe as gjë, as edhe e punoj me dorë. Vetëm me lugë. Tani t'i hedhim edhe vajin. E punojmë të hyj vaj në brendësi. Edhe kemi gati për të mbuluar me një membran kuzhine, e lëmë që në darkë në frigorifer dhe të nesmen bëjmë atë veprim që unë ju tregova. Ja, ky është brumi. Sa thjesht? Ja. Të nesmen një Asërim të pjekim? punojmë, asërim që të ashtu, ja, një brumi tillë, shikojnë do me thënë e këtë konsistencën, si duhet jetë. Në kuptoj. Të nesmen thjesht i pjekim dhe i kemi bukët e ngrohta në shtëpi, edhe të bërë nga duart tona që kemi thënë se do kemi gjithçka në treg. Nuk ju them asnjë gjë. Janë shumë të shijshme. Çdo lloj gjëje që ta bëni vetë, sido që ta bëni, ka shije të jashtëzakonshme. Është e vërtet. Mirë. Tati mendoj se pak e nga pak ne duhet fillojmë të nxjerrim së pari bukët nga furra, meqense brumin e pam se si përgatitet. Tani besoj jeni kurioz të dini. Si jemi atje me atë? Shikoje vetë. Jo, temperaturën në rregull e kemi. Aja, u bën këto bëhen shumë shpejt, nuk duan ndonjë kohë të gjatë, domethënë që të bëhen. Tani hedhim domatja. Domatja hajt e freskë kështu siç është, djathi kështu siç është. E rëndësishme është që lakrat të bëhen, që mos na bëjnë kërc në gojë. Kjo është shumë e rëndësishme, se këto pasaj për freski japim tani në sezon të verës, këto lloj gatime bëhen shpesh dhe bëhen shumë të mira dhe të shijshme. Nëse s'keni djath, mund ta bëni edhe me gjizë, që është më ekonomike, por ka dhe djath që është djath gatimi. Po, që është më i lirë. Atëherë. Kanë ngelur copë. Po, Anila. Akat. Jo, hiç, po mbuloja bukën për ta treguar edhe veprimin e fundit që duhet të bëjmë. Faleminderit, Anila, jo duhet bërë tani, edhe vendoset në frigorifer. E bëni që në darkë dhe keni gati për të nesërme. Tani këtu ngelet për shtuar vajin e ullirit, do me thënë, të fundit. Ja, kështu. Këto e vendosim në frigorifer, e lëm gjithë natën, të nesërmen, e ndajmë në copëza, duke e punuar fare pak me ndihmën e një mielli, edhe e pjekim në furrë. Dhe e kemi gati. Sa e mirë doli ajo? Shumë e mirë. Tani po doni dhe ndonjë çik piper të kuq speci, i shkon se ku kam pak këtu. Nuk është se kam dhënë atje në... Tani, nëse doni vezë, mund të shtoni, do me thënë, dhe hapni vënde aty këtu, edhe vendosni vezës,
sy. Vezë sy, edhe e keni do me thënë akoma edhe më të plotë si recet. Kështu është e përfunduar tani, ta lëm dhe pak neve që të thithë dhe pak ato lëngjet edhe e kemi gati. Do t'i heq këto, pastroj duart e mia dhe rikthejmë këtu të shikojmë se ç'kemi bërë për pjesën e bamjes. Dhe tani është momenti final ku do të shohim çfarë kemi bërë me bamjet, çfarë kemi bërë me bukët, do të shërbejmë të gjitha recetat në pjata edhe do të kuptojmë se sa shije kemi patur edhe në ditën e sotme, duke në fakt që në pamje që janë shumë të mira të gjitha, si gjella me bamje, ashtu edhe lakrat me domate e me djath, bukët po e po. Kjo receta e lakrave mund të ishte edhe për darkë, se vjen kështu si e lehtë, freskët. Bamjet për drek, bukën e kemi bërë, i kemi kryer gjitha vaktet sot kati. Edhe tani, neve akoma nuk na janë bërë ashtu si që duhet, sigurisht që të lëmshënduart. Do më pak lëng, besoj, do më thonë, kur ta ishim nga soba, duhet këtë pak lëng. Po, do të përfithen lëngjet që të jetë, se ajo do lidhet. E kuptaj. Qepa do ta lidhi lëngun, do ta trashi. Gjella me bamja, me mish. Shumë mirë. Ja, ku është pjata e parë, 3 minuta ko kemi. Ta nxjerrim bukën? Duhet të qëndroj, po patjetër tani. Buka është bërë, do ta nxjerrim. Po. Ja, krijojmë pak hapësirë. Vendosim tavën këtu edhe lërojmë edhe pak vend në krahun tjetër. Madje edhe më përpara duhet ta kishim nxjerr, po s'ka gjë. Pse, shumë mirë janë, e po një qikore do ketë buka, ty e ka lezetin. Sa të mira ka ndalë. Gjithmonë bukët vendosen në Në të to. nxehta me kujdes. Shikoj si bën brenda. Kujdes duart se ajo është Shiko. përbëlon tani, sa të mira janë bërë. Me thënë brenda. Shkëlqyera. Kjo është e vogla. Kujdes. Se haron ti, e kap me duar pastaj. Tani kaj shumë gatime sa bëm sot, ne? Unë mendoj që vetëm kjo buka me djath do mjaftonte. Do mjaftonte thua, Se kaq kështu siç është e ngrohtë e disi ikën me një herë dhe se kupton fare sa ha. Bukët dalin të shkëlqyera, sigurisht të përgatitura me mielin ola, sepse vërtet janë duart e katit ato që asnjëherë nuk gabojnë në gatimet tona, por ajo që themi shpesh është dhe produkti që ne zgjedhim, ndaj edhe jo më kot gjithçka që përgatisim këtu me bazë brumi e mielli vjen nga kompania Atlas, nga mielli ola dhe ne jemi të sigurt si thot Kati në rezultatin e gatimeve tona, sepse kemi partner të sigurt. Po sigurisht, nuk janë duart e mia, janë produktet që është e vërteta. Ja, kështu fantastika. Se ku kisha të piperin e kuq. Piperin e kuq? Po. Këtu nuk e ke. Na ka humbur piperi i kuq. S'ka që. Aty ishte ma kishte zënë vaj. Edhe thashe sigurt këtu nuk e ke. Si jemi 10 fiksora. I përfunduar me sukses dhe më vjen mirë që i nxjerrim pjatat tona të shërbyera. Ta mbyllim mos të jetë kështu se... Mos ftohet, po se... Jo se mos ftohet, po duken çik më lezetshëm kështu se ishte. Lezetshëm duket. Bukur duken nga të gjitha krahët. Kati të lumshin duart. Faleminderit e dashur. Kënaqësi që ndam edhe sot këtë emisionin bashkë. Faleminderit dhe anvisat që qëndruam me ne. Ju uroj si gjithmonë një ditë bukur në vijim. Mos hezitoni përgatisni familjet tuaja, për te do të ngeleni shumë të kënaqur. Mos shikoni që neve ndonjëherë nuk është se i sjellim në fazën e dur aq si duhet, por sigurisht që këshillat tona janë shumë të vlefshme për t'i bërë ashtu siç duhet gatimet në shtëpitë tuaja.
Përgatisnis dhe vërtet do të ngeleni shumë të kënaqura. Miropafshim dhe mirëtakoshim nesër këtu në të njëjtën orë me Anilën time bukuroshe. Atë që më jep gjithmonë energji pozitive. Falenderoj. Të lumshënduar Katerina. Faleminderit ty edhe për sot. Nesër do të kemi të tjerë receta sigurisht që në mëngjes për t'i ndarë nga këndi i gatimit në Vila 24 dhe tani do të bëjmë një shkëputje të shkurtër. Kthehemi me miq të ftuar. Kemi një temë sa aktuale aq edhe alerte gjithmonë për të diskutuar siç janë rrjetet sociale dhe të rinjtë e adoleshentët, kështu që të gjitha këto diskutojmë pas pak në këndin tjetër të Vilës Son.